io credo, diciamo, è mio pensiero Unë personale, besoj penso che servisse molto di più se i a shërbente Giorgia Meloni, che ad shumë më esempio tepër oggi Giorgia è Melonit, impegnata a që Parigi sot është insieme al angazhuar në presidente Paris Rossi, a Macron, bashkë me a Macron, Starmer, proprio Starmer, per dare una për t'i dhënë risposta një a Trump, che përgjigje devo dire è stata Trump comunque që vissuta come qualcosa ormai di ineluttabile, pasi cioè ishte era diçka që u delle cose përjetua, non si poteva prescindere dal dare una risposta nuk mund të diciamo, kalonte a pa i Trump dhënë një rispetto përgjigje al suo Trumpit attacco al Papa, pas che sulmit të tij comunque ndaj Papës, insomma, ricordiamo che Giorgia që ha fatto anche della të sua figura dicendo cilin io sono madre, donna, Giorgia cristiana, Meloni non e poteva evitare trajtoi di dhe mettersi tha dalla se si parte nën del e Papa. krishter Dunque, io nuk penso che mund servisse të molto mos di più a Giorgia Meloni mbështeste questo incontro Papën. con Edi Rama, Ndaj perché come dicevo ky prima takimi il shërbente më tema shumë Melonit, migratorio, dunque pasi quello che è al tema centro e del protocollo migracionit Italia-Albania è molto është importante shumë e rëndësishme diciamo, e lo dobbiamo dhe contestualizzare duhet ta attraverso due kontekstualizojmë në momenti, këto due dy dati. momente. Uno è quello del Njëri referendum është ai costituzionale referendumit di fine kushtetues marzo, referendum të fundit sulla të marsit giustizia, për che Giorgia Meloni drejtësinë e la sua që maggioranza Meloni hanno dhe perso. maggioranza e saj Quindi l'Italia humbën. ha detto no alla riforma Italia della i giustizia, quindi tajò questa reformës maggioranza në aveva messo drejtësi të il kësaj piede ed è stato maggioranze un colpo molto duro, dhe precedente ishte a një quello che poi goditje è shumë e rëndë arrivato për in të. politica estera di Trump. Dunque, tutto Dhe më questo lo pas dobbiamo erdhi vedere reagimi nga anche in politika e un'ottica jashtme e Trump. diciamo, Ndaj di këto duhet t'i shohim elezioni, edhe në perché një in Italia, optik probabilmente zgjedhore, nella primavera del pasi 2027 ci në saranno Itali elezioni. në Ecco, verë la të migrazione, 2027-s le politiche do të migratorie ketë sono zgjedhje molto importanti dhe proprio politikat in migratore quest'ottica, janë shumë visto të che rëndësishme në diciamo, këtë il governo è aspekt. stato ammaccato, possiamo dire, insomma è uscito sconfitto Dhe da questa qeveria riforma deri tani referendaria ka dale anche, humbur e questo ce lo nga hanno kjo detto le në këtë analisi dei çështje. flussi Dhe këtë në e treguan edhe analizat e flukseve elektorale. Che stiamo pagando Dhe nelle nostre tasche, quindi con una benzina është edhe pasoja e marrëdhënieve të saj me Trump që po i paguaj me rritjen e çmimeve të benzinës, naftës. Në këtë mënyrë, pra, qytetarët italiani kanë dhënë një përgjigje Melonit, që duhet të distancohet nga Trump dhe të marrë në dorë ato çështje që i konsideron si kal beteje, pra emigracionin dhe sigurinë, pasi janë disa çështje sa i takon sigurisë dhe këtu në Itali fushata elektorale tashmë ka nisur. Kuptoj. Roberta, dua të ndalem tashmë në një tjetër temë që unë mësova dje. Kur po komunikonim bashkë, ti më the që ne gazetarët jemi në grevë. Çfarë ka ndodhur? Pse gazetarët në Itali janë në grevë? Sì, grazie per la domanda. Po, Ieri faleminderit c'è për stata pyetjen. terza Dje u convocazione, mbajt quindi il terzo giorno di dita e sciopero tretë degli ultimi mesi, uno in e grevës së gazetarëve. un'altra data c'è stata 2 settimane Një fa e ieri datë c'è stato tjetër il ishte terzo appuntamento 2 di javë më questo sciopero parë nazionale. I dhe giornalisti ditën e italiani djeshme u konkretizua si dita e sono tretë. fermati, tutti, Gazetarët oggi non c'erano ndërprejnë i giornali, punën in edicola pochissime testate sono dhe shumë një vëllim shumë i vogël gazetash të shtypura dolën në treg, sepse teksa botuesit vazhdojnë të marrin subvencione shtetërore, sidomos ato të shtypit të shkruar, kjo nuk ekuilibrohet me rrogat e gazetarëve që janë të cënuar nga inflacioni, sot më shumë se kur, për shkak të atyre gjërave që po ndodhin nëpër botë. Dhe kur fuqia
vlerëse ka rënë. Gjithashtu nuk ka asnjë përshtatje sa i përket profesionaliteteve të reja. Për shtypin e shkruar, për shembull, përdorimi inteligjencës artificiale apo i rrjeteve sociale, kemi të bëjmë me një kontratë mbi të cilën duhet të reflektohet, por prej 10 vjetësh është e bllokuar edhe për shkak të botuesve. Dy të tretat e gazetarëve italian janë të tipit freelance dhe nuk janë të mbrojtur, kanë probleme financiare, ndaj dhe një pjesë e tyre që duhet të hynin në grev e patën të pamundur të përfshiheshin në të. Roberta, shumë faleminderit. E vlerësoj shumë kohën tënde, të uroj edhe ty punë të mbarë dhe shpresoj shumë që këto probleme që janë kudo mes gazetarëve të gjenë zgjidhje me njëherë, edhe në Shqipëri dhe në Itali dhe kudo. Faleminderit shumë. Roberta Benvenuto, gazetare e Piazza Pulita në La Sette. Ndërkohë ndalim